Një plagosje me thik u regjistrua gjatë kësaj të shtune në qytetin e Vlorës. Mësohet se ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:30 minuta në afërsi të spitalit rajonal. Një 33 vjeçar u qellua 2 herë me mjet prerës, ndërsa i plagosuri mësohet se ndodhet në ambientet e kirurgjisë në spitalin e Vlorës, ku po merr ndihmën mjekësore. Ndërkohë policia po vijon punën për mbledhjen e provave dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Ndërkaq një ngjarje e rëndë është parandaluar në kohë nga policia e Vlorës, duke shmangur një tragjedi të mundshme brenda familjes. Sipas informacioneve paraprake, shërbimet e policisë kanë marrë njoftim për një person i cili kërcënonte me thik familjarët e tij. Menjëherë pas sinjalizimit, forcat e policisë kanë ndryrë, duke për të mundur neutralizimin dhe ndalimin e autorit. Bëhet fjalë për një 75 vjeçar i cili dyshohet se kishte ushtruar dhunë dhe përbënte rrezik real për jetën e bashkëshortes dhe familjarëve të tij. Ndërhyrja në kohë e policisë ka shmangur për shkallëzimin e situatës, duke evituar një ngjarje që mund të kishte pasoja tragjike, të ngjashme me raste të tjera të ndodhura pak më parë në Fier, ku një bashkëshort vrau gruan dhe më pas veten. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave, ndërsa materialet janë referuar organit kompetent të prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.